diçka tjetër tepër të veçantë kam sjell unë përmes kartolinës. Arlinda Bayraktari është një vajzë që ka duar të arta, e punon qirin. Qirin të tepër të bukur, me forma ndryshme, si brell, si globe, apo si burë dëbore, por edhe i pikturon ato shumë bukur. Le të shohim se si punon Arlinda qirin handmade. Ta tokim është bashkë me Arlinda Bayraktari. Përshëndetje dhe mirë se erdhe. Mirë se gjeta në Mila. Ke sjell një mrekulli të madhe me vete. Puna me dorë është vërtet një ndër gjërat më delikate, më të vlerësuara dhe më të veçanta që mund duroj dikush për festat e fundvitit. Dhe ke realizuar mrekulli më i vajzë me duart e tua. Ne trego pak sa kohë ka që merresh me punimin e qirinve? U bë në fakt u bë disa kohë, është gati një vit e gjysëm, duke përfshirë edhe disa punime me atë që ishin fillimi i tyre. Pastaj pse të mos eksperimentoja edhe me qirit. Përderisa është diçka që e bëj me pasion, pse jo të mos eksperimentoja edhe me këta. Fillova me buqeta të vogla, pastaj tani në atmosferë festash sollëm një formë ndryshe. Sa do të thoja, nga lule që i ke realizuar në mënyrë fantastike me qirin, kemi dalë tek ornamentet e festave të fundvitit, edhe tepër bukur jashtë shikoni sa gjëra të mrekullueshme ke realizuar, edhe këto qirin. Një sekret vogël i ka realizuar sot për sot për emisionin, kështu që vërtet fantastike. Sa kohë merr pak a shumë njëra nga këto për të realizuar? Këto janë më të vështira. Në fakt se është punë e ime, është punë delikate, don kohën e vet, domethënë nuk mund të bëhet me ngot. Minimumi 45 minuta është një qiri. 45 minuta vetëm kurse këto kohë më pak normalisht, se do shkrihet domethënë dylli, unë i punoj me dyll soje, edhe i dardhin në masa dhe pastaj koha e tharjes dihet është proces mas procesi. Dhe ka të kohën e vet. Çfarë veçantë ka ky dylli i sojës të cilin ti e përdor? Është më ekologjik edhe për më tepër digjet me avash. Domethënë nuk lëshon ato aromën e naftës sikurse qiriu që përdorim qiriu normal. Sa dëshirë ka njerëzit për të eksperimentuar me këto dhurata? Se ka hyrë tashmë mendoj kjo fryma e këtyre dhuratave që kanë vërtet shumë shpirt brenda, dhe secila nga këto ka shumë shpirt brenda. Kanë filluar, realisht kanë domethënë interes dhe është edhe bukur për syrin. Plus më ne është fakti që ne jo e realizojmë në një mënyrë në bazë kërkesave, jo me ngjyra që mund të eksperimentojmë, është e bardha gjithmonë në modë që nuk domethënë është gjithmonë e pranishme, por është shtu interesi, e veri që shtu interesi domethënë. Për çfarë kanë më shumë dëshirë njerëzit, për çfarë porosisin më tepër, për të kuptuar edhe më shumë dëshirat e publikut? Po. Në përgjithësi janë këta buqetat. Këto domethënë është që është komplet, është all in, edhe është një diçka që vlen edhe për gjatë, domethënë, nuk është një tuf lule për shembull e cila vyshket edhe maron. Kjo është diçka që të rrin të qëndron edhe më gjatë. E vërtet, ja, unë kam po marr njërën në dorë sa për ta treguar për të gjithë mish, por është e kompletuar me gjithçka. Përveç qirinve ka edhe këto elementet e dekorit shumë të bukura. Jeshilja, e kuqja, goldi. Nuk mund të mungonin. Jo, në fakt janë tamam festive. Një babagjysh. Shikoj se i bukur është ky babagjysh këtu përveç pemës, ky simboli i flokut të doborës. Ja kemi edhe diçka tjetër këtu. Këto janë vërtet shumë të bukura. Këto janë teke, po, që mund të kombinohen, pastaj bëhen set në bazë të dëshirave domethënë të klientave. Kjo do të ishte një jingle shumë e bukur. Nuk di, mirë, unë jam pak e çmendur, po. Ka detaje shumë perfekte ajo. Ajo është në preferuarat e mia. Ja, e shiko vërtet, gjithë këto detaje që ka. E shikoni, është vërtet shumë e bukur. Prit se pash diçka këtu. Ja, sa e bukur është vërtet shumë e bukur. Sa pëlqet kjo? Shumë. Kjo biskota, cookies, si ti themi. Sidomos edhe kur e kërkojnë domethënë se në përgjithësi e bardha është që stonon, pastaj edhe me ngjyra me bëj kafen, kur bëhet bëj kafe është shumë më e bukur. Thjesht për efekt kohet sot për sot. Fajërshirni, e kuptojmë. Sa vështirë është për të realizuar të gjitha këto, se unë mendoj fundviti është koha kur ka vetëm porosi. Dhe është vështirë edhe ti thuash jo porosive sepse
kjo është koha, njeriu tani duhet mendoj edhe për të ecur diçka. Po, e vështira është të menaxhojmë kohën, por këtë periudhën e fundit domethënë e kam ba edhe gjumin haram, si thojnë, edhe deri në 2 natë tu marrë me qëri se kam pas porosi realisht. Por e mira e kësaj gjahe është fakti që aty ku kam qonë domethënë produktet, edhe mi kanë kërkuar kohë, më kanë lanë kohën time me punu, edhe ndërkohë tash porosinat kur janë porosi teke mund të punohen. Po që me ba, domethënë, për shembull një buçet e tillë më shkon 2 orë, 2 orë e gjysëm, e don se s'ban. Vetëm për sistemimin Për sistemimi, qirat, koha, baza, çdo gjë domethënë ka kohën e vet. E kjo është sigurisht e vërtet. Po këto janë zbukurim, domethënë këto janë piktura që ja vendos ti. E kam ba vet, po. Që i vendos ti. Sa bukur. Është çdo gjë e punuar domethënë me dorë, e punuar me dorë. Mendoj është e vështirë për të realizuar, se nuk është si të vizatosh në një letër, pra ti po vizaton në një sipërfaqe që është edhe lëmuar, edhe ka vështirësinë e vet domethënë, plus që në momentin që ti do vizatosh nga një anë duhet se s'bën me shikoni këtë, nga të gjitha anët është pikturuar. Ka vështirësinë e vet. Ka vështirësinë e vet, por është përfundimi ai që ja vlen domethënë, është përfundimi që ti jep atë kënaqësinë edhe satisfaksionin që s'ka të paguame. Nëse do ta përshkruanim vitin 2025 me 3 fjalë, cilat do të ishin ato? Dëshirë, impenjim, edhe kreativitet. Bukur, të treja. Besoj se mund t'i përfshin të treja këto. Kjo nisë më re që kam ndërmarr. Si ka ecur gjatë vitit 2025 kjo nisë me jotja? Dikur një ëndër, tani një realitet që vazhdon e rritet dita ditës. Në fakt, po. Ishte nisëm thjesht për internetit, domethënë, unë kam qenë gjithmonë apasionuar me punimeve dorës, edhe pse jo, mendova të krijoj diçka time. Bazat ishin në fillim, domethënë, kanë hapat e mia të para me allçi, punimet me allçi, ishin mbajtse, dekoresh, bizhush e të tjerë. Pastaj vendosa të eksperimentoj me qira. Në bazë edhe të çdo gjaje që shifsha të publikume, qiri domethënë është, nuk e di, është perfekt. Është perfekt. Ja, shikojnë sa perfekt është. Një makinë vogël, me një pemë dhe një arush. Kjo është vërtet fantastike. Tepër e bukur, ja shikoni, është vërtet shumë e bukur. Çfarë do të urojmë për vitin 2026? Atëherë një urim i përzemër, duke lanë mrapa dhe 2025-ën, i cili besoj për gjithë secilin nga ne ka pas ato vështirësinat e veta. Uroj vetëm marrësi, shëndet dhe shumë dashuri në familjet e shkodranëve dhe të gjithë shqiptarëve kudo që ndodhen. Të falenderoj shumë për këtë momente kaq të bukura që na dhurove, por mbi të gjitha për mundin edhe lodhjen që ke bërë për të realizuar të gjitha në kohë rekord, për të ardhur në Tatokin, për të pasuruar një lloj shumë të bukur edhe simbolik, një lloj dhurate që mund ta përdorni për festat e fundvitit. Unë të uroj shumë suksese, uroj që të rritesh çdo ditë e më shumë edhe çdo gjë ta bësh me dashuri shumë madhe. Faleminderit. Është gjithmonë kënaqësi të jem prezente këtu. Faleminderit.